mendësia e degradimit të argumentit. Shejtani nuk i konvenon argumenti, nuk i konvenon vërteta. Andaj tenton me e degradu argumentin. Si me e degradu? Duke e ngrit një argument tjetër mbi argumentin real. Me çka refuzoi shejtani sejdën? Për shembull, të ndërrua vëllezër. Argumentin këtë rast, cili është fjala e Allahut. Kush i tha Ademit, kush i tha me lajkeve edhe iblisit mira Ademit sejdë? Allahu. Fjala e Allahut është argument? Po, ç'është është argumenti? Kjo është argumenti. Ati nuk i konvenon kjo argument dhe tentoj me e degradu këtë argument duke futur në lojë një argument tjetër. Ç'është ai argument i logjikës së tij? Argumenti i logjikës. Me e degradu argumentin e shpalljes në emër të argumentit të logjikës. Futja në betejë mes logjikës dhe shpalljes për ta degraduar shpalljen në favor të logjikës është mentalitet djallëzor. Është mentalitet shejtanit. Nga se në esencë nuk ka kundërshtim me syne. Në esencë, sikurse e ka dëshmuar me 10 argumente dietarët, sikurse Ibn Taymi rahimullahu tjerë, se është e pamundshme të ketë konfrontim dhe konflikt mes argumentit të shpalljes dhe argumentit të shkencës, e dijes, e logjikës, e arsyes, e kështu. E pamundshme është. E pamundshme është. Andaj Ibn Taymi rahimullahu thotë, ose argumenti fetar nuk është i legjitimuar, apo ose arsyeja nuk është funksionale. S'ka funksion këtë logjika, po ka ndikim të epshit. Se s'ka mundësi. Një argument i shëndosh fetar dhe një logjikë e pastër funksionale janë në bashkëpunim të vazhdueshëm. Tendenca për me fut në konflikt është tendencë djallëzore. Pse? Për me e degradu argumentin e shpalljes, që njerëz mos me pasu udhëzimin e Allahut te barekuhu teala. Ai është tendencë djallëzore. Edhe sot për shembull, tendenca për me e shndru shkencën në fe për të zëvendësuar shpalljen është tendencë djallëzore. Nëse shkenca ka tjetër binar, nëse feja ka tjetër binar. Dhe nuk kanë konflikt mes vetë fare. Por kur mitizohet shkenca edhe futet në domenën e fesë, bëhet pastaj normal konfliktuoze. Bëhet konfliktuoze. Për shkak se ka dalë jashtë binarëve vetë dhe nuk është në natyrën e saj si duhet.